gjyshi tanë kanë pirë kafe që kur janë quar. Esot, Po. shpesh vetëm me një goduj, nuk kanë njohur as ulcer, as hipertension, as Me depresion, gotuj dhe as mi tek probleme raki. kortizoli. Edhe tek raki çfarë si ka, po e kanë fjalën për kafen. Atëre problemi është që ne, bile ata kanë pasur jetë shumë aktive, kanë pasur jetë gjatësi shumë të madhe. Nga ana tjetër, ne duhet të themi këtë, nuk është faji i kafes, por është faji i problemeve shëndetësore. Nuk ka diçka universale. Pra duhet të themi, nëse dikush, pra për një pjesë të njerëzve nuk është e sigurt. Për shembull, unë kam probleme me specin, me qepën, me hudhrën, po kjo nuk do të thotë me që unë kam probleme, ato janë të dëmshme dhe nuk do të konsumuar. Tu duhet gjetur problemi ku e keni dhe duhet kuroni problemin, jo të hiqni produktin, sepse këto janë produkte shumë të mira. Pra, ne jemi unikal si njerëz. Nuk jemi... Dikujt që i bën mirë speci djegës, me të njëjtën problem shëndetësor, dikujt tjetër nuk i bën mirë. Dëmi nuk është universal, dëmi është personal, mund të themi. Dhe në këtë rast, ndjeshmëria është personale. Dikujt i bën dëm, nuk do ta konsumoj kafen, dikujt i bën mirë, do ta konsumojmë. Po s'duhet të bie me thik, sepse nëse dikush ka refluks ose gastrit, është mirë që mund ta pi pas vaktit. Nuk po themi gjë, por nuk mund të heqim një mit të themi që nuk duhet konsumuar se shkakton ulcera, jo se e dëmton, pra e shtyn në tutje. E para duhet kuptojmë, në këtë rast, kush e dëmton? Alkooli, duhani, stresi, qetësuesët, helikobakteri, ushqimje të tjera. Kafeja në këtë rast është thjesht një viktim e një miti që po përhapet dhe njerëzit kanë frikë që të konsumojnë kafe. Kjo ishte